Ukraina ka nënshkruar me Francën një marrëveshje historike ushtarake për blerjen e deri në 100 avionëve luftarak Rafale, së bashku me sisteme mbrojtjeje ajrore dhe dron. Lajmi u konfirmua nga Pallati Elize gjatë vizitës së presidentit Volodymyr Zelensky në Paris. Në bazën ajrore Villa Kubli, Zelensky firmosi një letër qëllimi me presidentin francez Emmanuel Macron për blerjen e avionëve Rafale, një nga aeroplanët më të avancuar të flotës franceze. Detajet e plota të kësaj marrëveshje nuk janë bërë ende publike, por kontrata parashikon një paketë të gjerë mbështetjeje që përfshin armatime, dronë dhe sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore. Kjo ishte vizita e 9 e Zelenskit në Paris, që nga pushtimi rus i vitit 2022, një tregues i rolit gjithnjë më qendror të Francës në mbështetjen perëndimore për Ukrainën, sidomos në kushtet e pasigurisë së furnizimeve me armë nga SBA-ja. Të dy liderët nënshkruan marrëveshjen pranë një avioni Rafale të armatosur me bomba të drejtuara ASM dhe pranë një rakete lundrimi Scalp, armë që Franca i ka dërguar tashmë Ukrainës. Në ceremoninë zyrtare ishin ekspozuar edhe një sistem interceptimi SAM-T dhe një radar GF-300, pajisje këto të ofruara më parë për Kievin. Rafale është avioni luftarak multifunksional i gjeneratës së 4, i aftë të kryej brenda të njëjtit mision, bombardime në distancë të gjatë, sulme precize dhe përleshje ajrore. Ai krahasohet shpesh me F-16 amerikan për fleksibilitetin dhe rolin taktik që ka në fushë betejë.